Hetimet proaktive disa mujore të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë çuan në goditjen e një grupi kriminal të përfshirë në trafikim të qenieve njerëzore nga vendet e Amerikës Latine dhe të Azisë Qendrore, me qëllim shfrytëzimin për prostitucion nëpërmjet platformave online escort. Operacioni u realizua në bashkëpunim të ngushtë me prokurorinë dhe policinë kombëtare të Kolumbisë, policinë kroate, Europol dhe Eurojust. U lëshuan 19 masa sigurie, 9 nga të cilat u ekzekutuan në Shqipëri dhe 10 në Kolumbi. 3 persona u shpallën në kërkim, ndërsa u proceduan penalisht 48 shtetase të huaja me kombësi të ndryshme. Hetimet zbuluan se shtetasi LB, 25 vjeç, e arrestuar në Kolumbi gjatë ditës së operacionit, kishte rolin kryesor në rekrutimin e vajzave nga vendet e Amerikës Latine dhe organizimin e udhëtimit dhe akomodimit të tyre në Shqipëri, ku më pas detyroheshin të ushtronin prostitucion. Shtetasi DS bashkëpunonte ngushtë me shtetasin LB në sigurimin e kushteve logjistike për akomodimin dhe menaxhimin e rrjetit. Një nga të arrestuarit, shtetasi KP, mblidhte të ardhurat e përfituara nga aktiviteti kriminal dhe i transferonte ato nëpërmjet kriptovalutave në llogaritë e LB. Një nga të arrestuarit, shtetasi IG, kishte përshtatur një hotel në rrugën Reshit Çollaku në Tiranë, duke shndruar në vend për ushtrim prostitucioni nga vajzat e trafikuara. Në këtë hotel shfrytëzoheshin për prostitucion disa shtetase me origjinë nga Kazakistani dhe i strehonin në këtë hotel. Ndërkohë që shtetasi DB siguroi për shpërndarjen e lëndëve narkotike për disa nga vajzat dhe lehtësonte kontaktet me klientët.